lënë për nënkuptuar që zoti Kurti edhe vetëvendosja janë të gatshëm të bashkëqeverisin në ekzekutiv, por nuk mendojnë, nuk ndajnë bindjet e njëjta politike apo mendimin e njëjtë politik në relacion me organin më të lartë vendimarrës dhe drejtues në këtë Republikën tonë parlamentare që është Kuvendi. Vetëvendosja dhe Kurti mbrëm, zoti Kurti mbrëm kryeministrin të tyre, e tha qartë, do të që kanë bindje, mendojnë dhe kanë mendim që nuk i kontribon demokracisë mungesa e legjitimimit apo mungesa e sasisë së votave. Tash na mund të argumentojmë pafund këtu me kolegën Zani që ka din në politikë edhe mund të bënë kësi lëvizje, edhe jo domosdoshmë duhet jetë e dëmshme ai ki 3 deputet, 4 deputet, për garancia peshës specifike në situatat këtilla me numra, por ajo është temë tjetër. Çka është e rëndësishme që nisma socialdemokrate edhe zoti Limaj si i tillë nuk do të ishte komplikim i panevojshëm apo nuk do të ishte, si themi, e dëmshme mendoj që të provohet edhe në